Kjo botë është vend kalimi, jo vend qëndrimi. Imam Aliu në këtë thënie thekson se kjo botë nuk është shtëpia jonë e përhershme, por një banesë e përkohshme. Është një vend banim kalimtar, ku ne thjesht po kalojmë në udhëtimin ton drejt jetës së përjetshme të botës tjetër. Ky koncept i botës si një vend banimi përkohshëm është dhënë në Kur'an. Allahu në suren Ankebut ajeti 64 thotë: jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër veç se argëtim dhe lojë, ndërsa jeta e botës tjetër pikërisht ajo është jeta e vërtet, veç si kur ta dinin. Imam Aliu më tej thotë, njerëzit këtu janë të dy kategorive. Imami këtu bën dallimin midis dy llojeve të individëve, bazuar në veprimet dhe zgjedhjet e tyre në këtë botë. Kategoria e parë është personi i cili e shet veten e tij, pasionet e tij dhe kështu e shkatërron atë. Ky person udhëhiqet nga dëshirat e tij pa marrë parasysh pasojat e veprimeve të tyre. Ata u japin përparësi kënaqësive të kësaj bote dhe përfitimeve materiale mbi rritjen shpirtërore dhe drejtësinë. Si rezultat, ata shkatërrojnë shpirtin e tyre dhe distancohen nga rruga e udhëzimit. Kjo përputhet me përshkrimin në ajetin 14 të sures Ali Imran, ku Allahu paralajmëron: njerëzve u është zbukuruar dashuria për ata që ata dëshirojnë, për gratë dhe fëmijët, shumat e grumbulluara prej ari dhe argjendi, kuajt e bukur, bagëtit dhe tokat e punuara. Kjo është kënaqësia e kësaj bote, por shumë më i mirë është kthimi tek Allahu. Kategoria e dytë, e përmendur nga Imam Aliu, është personi që bleu vetveten me kontroll ndaj pasioneve të tij dhe e çliroi atë. Ky individ ushtron vetë kontroll dhe disiplinë, duke u rezistuar tundimeve të kësaj bote. Ata japin përparësi mirëqenies së tyre shpirtërore dhe përpiqen të çlirohen nga prangat e dëshirave të kësaj bote. Duke vepruar kështu, ata arrin lirinë e brendshme dhe çlirimin nga shpërqendrimet e kësaj bote kalimtare. Ky nocion i vetë kontrollit dhe i çlirimit nga dëshirat e kësaj bote është theksuar në Kur'an. Në surën Fatir, ajeti 32, Allahu thotë: pastaj, ne u kemi dhënë librin robërve tanë të zgjedhur, e disa prej tyre i kanë bërë dëm vetes duke bërë mëkate, e disa prej tyre janë në rrugë të mesme, e disa prej tyre shkojnë përpara me të mira, me lejen e Perëndis. Kjo është dhunti e madhe. Fjalët e urta të Imam Aliut në këtë thënie shërbejnë si përkujtim për muslimanët që të mendojnë mbi qëllimin e ekzistencës së tyre në këtë botë. Ne nuk kemi për qëllim që të konsumohemi nga kënaqësitë e përkohshme dhe shpërqendrimet e kësaj jete, por përkundrazi, të përpiqemi për vetë pastrim dhe zhvillim shpirtëror. Duke ushtruar vetë kontroll dhe duke u çliruar nga skllavëria e dëshirave të kësaj bote, ne mund të arrijmë çlirimin e vërtetë dhe të përgatitemi për banesën e përjetshme të botës tjetër. Allahu na dhën urtësinë dhe forcën për t'i dhënë përparësi mirëqenies son shpirtërore mbi kënaqësinë kalimtare të kësaj bote. Qofshim ndër ata që blejnë shpirtrat e tyre dhe arrijnë çlirimin e vërtetë. Dhe le të kujtojmë gjithmonë se kjo botë është një vend kalimtar dhe se destinacioni ynë përfundimtar qëndron në vendbanimin e përjetshëm në botën tjetër.